Horoskopi ditor 14 korrik. Dita kur një zgjedhje mund të të çojë në një drejtim krejtësisht të ri. Ka ditë kur gjithçka duket se ecën si zakonisht, por mjafton një bisedë, një vendim apo një rastësi e vogël që rrjedha e ngjarjeve të marrë një kthes të papritur. 14 korriku është pikërisht një nga ato ditë. Energjia e tij nuk premton mrekulli të menjëhershme, por krijon mundësi për ata që dinë të shohin përtej asaj që duket në sipërfaqe. Disa shenja do të marrin përgjigje që i kanë pritur prej kohësh, ndërsa të tjera do të kuptojnë se momenti për të ndryshuar nuk duhet shtyrë më. Le të zbulojmë tani se çfarë rezervon kjo ditë për secilën shenjë të horoskopit. Dashi. 14 korriku ju vendos përballë një dite ku vendosmëria do të jetë aleati juaj më i madh. Një situatë që ka mbetur pezull mund të kërkojë një përgjigje përfundimtare dhe këtë herë nuk do të keni luksin ta shtyni. Në punë, dikush mund t'ju besojë një detyrë që kërkon përgjegjësi më të madhe, ndaj tregoni qetësi dhe besim në aftësitë tuaja. Financat mbeten të qëndrueshme, por shmangni blerjet e nxituara vetëm sepse ju duken të leverdishme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të largojë një keqkuptim që ka krijuar distancë ditët e fundit. Beqarët mund të njihen me një person që tërheq vëmendjen për mënyrën e të menduarit dhe jo vetëm për pamjen. Në mbrëmje do të ndjeni më shumë qetësi dhe do ta kuptoni se një vendim i marrë gjatë ditës mund të ketë ndikim shumë më të madh se sa kishit imagjinuar. Demi. Kjo ditë ju kujton se durimi vazhdon të jetë një nga armët tuaja më të forta. Edhe nëse disa gjëra nuk po ecin me ritmin që dëshironi, mos mendoni se përpjekjet tuaja kanë kaluar pa u vënë re. Në punë mund të merrni një informacion që ju ndihmon të planifikoni më mirë javët në vazhdim. Financat paraqiten të balancuara, megjithatë është mirë të shmangni shpenzimet për gjëra që nuk janë të domosdoshme. Në dashuri, partneri mund të ketë nevojë për më shumë mirëkuptim dhe më pak kritik. Ata që janë vetëm mund të surprizohen nga një mesazh ose një takim që rikhthen buzëqeshjen. Kujdes me lodhjen fizike, mos e mbingarkoni veten me detyra që mund të presin. Në fund të ditës do të kuptoni se qetësia dhe këmbëngulja po japin rezultatet që prisnin. Binjakët. 14 korriku sjell më shumë lëvizje dhe komunikim se zakonisht. Telefonata, mesazhe ose takime të paplanifikuara mund ta bëjnë ditën shumë më dinamike. Në aspektin profesional, një ide që e kishit lënë mënjan mund të rikthehet dhe këtë herë të ketë më shumë mundësi për t'u realizuar. Financat kërkojnë kujdes me shpenzimet impulsive, sidomos në orët e pasdites. Në dashuri, është momenti për të dëgjuar më shumë dhe për të nxituar më pak në nxjerrjen e përfundimeve. Nëse jeni beqar, një njohje mund të fillojë krejt rastësisht gjatë një bisede të zakonshme. Energjia e mbrëmjes favorizon reflektimin dhe organizimin e planeve për ditët në vijim. Një detaj që sot duket i vogël mund të jetë pikërisht ai që nesër do t'ju ndihmojë të merrni vendimin e duhur. Gaforja. Kjo ditë ju fton të dëgjoni më shumë atë që ndjeni, por pa lënë emocionet të marrin kontrollin e çdo vendimi. Mund të gjendeni përballë një zgjedhjeje që lidhet me familjen, punën ose një marrëdhënie të rëndësishme. Përpara se të përgjigjeni, jepini vetes pak kohë për të parë të gjithë panoramën. Në aspektin profesional, një bisedë me një koleg ose me një person me eksperiencë mund t'ju japë një këndvështrim krejt tjetër mbi një çështje që ju ka shqetësuar. Financat mbeten të qëndrueshme, megjithatë mos nxitoni të pranoni çdo ofertë që duket e favorshme në pamje të parë. Në dashuri, partneri do të vlerësojë një gest të thjeshtë që tregon se jeni pranë tij. Nëse jeni beqar, një njohje e re mund të lindë në një ambient ku ndiheni plotësisht vetvetja. Në mbrëmje do të ndjeni një qetësi të veçantë dhe do ta kuptoni se jo çdo përgjigje duhet kërkuar menjëherë. Disa bëhen të qarta vetëm kur i lini gjërat të rrjedhin natyrshëm. Luani. 14 korriku ju jep mundësinë të tregoni më qartë se çfarë jeni në gjendje të arrini. Një situatë që në fillim duket sfiduese mund të kthehet në një rast për të fituar besimin e njerëzve që ju rrethojnë. Në punë do të keni mundësi të merrni iniciativën, por kujdes të mos lini përshtypjen se po kërkoni të impononi mendimin tuaj.
bashkëpunimi do të sjellë rezultate shumë më të mira. Financat paraqiten të qëndrueshme dhe mund të merrni një lajm pozitiv lidhur me një pagesë ose një çështje ekonomike që ka mbetur pezull. Në dashuri, dita favorizon afërsinë dhe komunikimin. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë e qetë mund të largojë dyshime të panevojshme. Beqarët mund të tërheqin vëmendjen e një personi që vlerëson sinqeritetin dhe vetbesimin. Në fund të ditës do të ndiheni më të sigurt për drejtimin që keni zgjedhur dhe do të kuptoni se besimi te vetja vazhdon të jetë forca juaj më e madhe. Virgjëresha. Kjo është një ditë që shpërblen organizimin dhe vëmendjen ndaj detajeve. Ajo që të tjerët mund ta anashkalojnë, ju do ta vini re menjëherë dhe kjo mund t'ju ndihmojë të shmangni një gabim ose të përfitoni nga një mundësi e rëndësishme. Në punë mund të përfundoni me sukses një detyrë që ka kërkuar shumë përqendrim, ndërsa një person mund të shprehë vlerësimin për seriozitetin tuaj. Financat mbeten të kontrolluara, por mos u tundoni të bëni shpenzime vetëm për të kënaqur një dëshirë të çastit. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë shumë më i vlefshëm se sa përpjekja për të fshehur atë që ndjeni. Nëse jeni beqar, dikush mund të tregojë interes në një mënyrë shumë të natyrshme, pa fjalë të mëdha dhe pa premtime boshe. Mbrëmja është e përshtatshme për të vendosur prioritetet e ditëve në vazhdim. Një ide që ju lind pa pritur mund të rezultojë shumë më e rëndësishme nga sa duket në momentin e parë. Peshorja. Një takim, një mesazh ose edhe një rastësi e vogël mund ta ndryshojë ritmin e kësaj dite më shumë nga sa e prisni. Mos u habitni nëse planet që kishit bërë në mëngjes marrin një drejtim tjetër deri në mbrëmje. Në punë do t'ju duhet të përshtateni shpejt me një zhvillim të ri, por kjo aftësi do t'ju jap avantazh ndaj të tjerëve. Një person mund t'ju kërkojë mendim ose ndihmë dhe mënyra si do të përgjigjeni do të ndikojë në marrëdhënien që do të krijoni më tej. Në aspektin financiar, shmangni vendimet e nxituara dhe prisni derisa të keni të gjitha informacionet. Në jetën sentimentale, atmosfera bëhet më pozitive kur hiqni dorë nga supozimet dhe zgjidhni të flisni hapur. Ata që janë vetëm mund të tërhiqen nga dikush që dallon për qetësinë dhe pjekurinë. Mbrëmja favorizon qetësinë dhe ju ndihmon të kuptoni se disa përgjigje vijnë vetëm kur pushoni së kërkuari me ngulm. Akrepi. Ka ditë kur fjalët kanë më shumë peshë se veprimet, dhe kjo është njëra prej tyre. Një bisedë që në fillim duket krejt e zakonshme mund t'ju zbulojë një të vërtetë ose një mundësi që nuk e kishit parë më parë. Në punë do të dalloheni për mënyrën se si analizoni situatat dhe gjeni zgjidhje pa u nxituar. Dikush mund të kërkojë bashkëpunimin tuaj, ndaj mos e refuzoni menjëherë. Financat paraqiten të qëndrueshme, por është mirë të mos merrni vendime të rëndësishme vetëm mbi bazën e emocioneve. Në dashuri, partneri do të ketë nevojë për më shumë besim dhe më pak dyshime. Nëse jeni beqar, dita favorizon një njohje që lind krejt natyrshëm, pa pritshmëri të mëdha, por me potencial për të zhvilluar. Në fund të ditës do të ndjeni se keni fituar më shumë qartësi dhe se një çështje që ju ka shqetësuar po fillon të marrë drejtimin e duhur. Shigjetari. Një ide që ju lind pa pritur gjatë kësaj dite mund të vlejë shumë më tepër se sa mendoni në fillim. Mos e lini pas dore vetëm sepse duket e guximshme ose e vështirë për t'u realizuar. Në aspektin profesional do të krijohen mundësi për të mësuar diçka të re ose për të zgjeruar kontaktet me njerëz që mund të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen tuaj. Financat mbeten të qëndrueshme nëse tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet spontane. Në dashuri, dita favorizon spontanitetin dhe buzëqeshjen. Ata që janë në një lidhje mund të kalojnë momente të bukura duke bërë diçka ndryshe nga rutina, ndërsa beqarët kanë mundësi të njohin një person që i bën të ndihen të lirë të jenë vetvetja. Mbrëmja është ideale për të planifikuar një udhëtim ose një projekt që e keni menduar prej kohësh. Mos e nënvlerësoni fuqinë e një hapi të vogël, sepse ai mund të jetë fillimi i një rruge shumë më të madhe. Britsjapi. Jo gjithçka do të zhvillohet sipas planit që kishit menduar, por kjo nuk do të thotë se dita po shkon në drejtimin e gabuar. Përkundrazi, një ndryshim i papritur mund t'ju çojë drejt një mundësie që nuk do ta kishit parë nëse gjithçka do të kishte mbetur si më parë.
Në punë do të kërkohet përqendrim dhe disiplinë, cilësi që i zotëroni më së miri. Një person mund t'ju kërkojë ndihmë ose këshill dhe përgjigjja juaj do të vlerësohet më shumë nga sa mendoni. Financat mbeten të qëndrueshme, por shmangni premtimet ekonomike që nuk jeni të sigurt se mund t'i mbani. Në dashuri, dita ju fton të tregoni më shumë ndjenjat përmes veprimeve se sa fjalëve. Ata që janë vetëm mund të takojnë dikë që fiton besimin gradualisht, pa u përpjekur të bëjë përshtypje. Në mbrëmje do të ndiheni më të qartë për një vendim që ju ka mbajtur pesull dhe do të kuptoni se durimi po fillon të shpërblehet. Ujori. Kur mendoni se dita do të jetë krejt e zakonshme, mund të ndodhë pikërisht e kundërta. Një zhvillim i papritur ose një lajm interesant mund t'ju detyrojë të rishikoni planet që kishit bërë. Në aspektin profesional, krijimtaria do të jetë arma juaj më e fortë dhe idetë që lindin sot meritojnë të shënohen, edhe nëse nuk realizohen menjëherë. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes, sidomos nëse tundoheni të bëni blerje që nuk i kishit planifikuar. Në dashuri, dita favorizon komunikimin e hapur dhe afrimin emocional. Nëse jeni në një lidhje, një bisedë e sinqertë do të largojë paqartësitë. Beqarët mund të tërhiqen nga një person që sjell një mënyrë krejt ndryshe të menduarit. Në fund të ditës do të ndjeni se frymëzimi rikthehet dhe bashkë me të edhe dëshira për të nisur diçka të re. Mos kini frikë të ndiqni intuitën, sepse ajo do t'ju çojë në drejtimin e duhur. Peshqit. Një ndjesi e brendshme do t'ju shoqërojë gjatë gjithë ditës dhe do t'ju bëjë të kuptoni se diçka po përgatitet të ndryshojë. Edhe pse nuk do të jetë menjëherë e dukshme, disa zhvillime që nisin sot do të japin rezultatet e tyre në ditët që vijnë. Në punë do të keni mundësinë të tregoni aftësitë tuaja pa pasur nevojë të kërkoni vëmendje. Dikush do ta vërë re për kushtimin tuaj dhe kjo mund të sjellë një mundësi interesante. Financat paraqiten të balancuara, por është mirë të mos merrni vendime të nxituara për investime ose hua. Në dashuri, dita favorizon afërsinë, mirëkuptimin dhe rikthimin e besimit. Ata që janë vetëm mund të përjetojnë një njohje që lind në mënyrë krejt spontane dhe lë një përshtypje të fortë. Mbrëmja është ideale për reflektim dhe për të lënë pas shqetësimet që nuk varen nga ju. Besoni më shumë tek rruga që keni zgjedhur, sepse hapat që po hidhni tani po ju afrojnë gradualisht me atë që kërkoni prej kohësh. Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos haro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën hapi nëse beson se 14 korriku po të afron me një mundësi të re dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh pikërisht sot.